Përshëndetje, sot do ndaj disa momente këtu, te ky parku këtu në Greqi, që vi gjithmonë dhe shëtis. Bëj atë të paktën gjysmore një orë, në bazë të ditës, në bazë të programeve që kam, eci. Dhe vërtet, dilni dhe provojeni në natyrë sa shumë harmoni, do ndjeni dhe lironi çdo ngarkesë që keni, flisni dhe me veten, Ju kam thënë, ka një ushtrim që bëjmë 100 hapa dhe lirojmë diçka. 100 hapa liro viktimizmin, 100 hapa liro dhunën, agresivitetin, liro rolet që ke luajtur në jetë. Dhe të shikosh dhe përqendro te vetja jote dhe do shikosh ato shenjat që të gjesh kodet, të diçka që shikon, diçka mëson. Në këtë ecje, ka është këtu në kjo rruga që e bëj për ditë tani, e pash dhe ta shkoni dhe ju të shkruajtur në asfalt, fjalën se vlepo, që është në greqisht, do të thotë të shikoj. E pash për herë të parë, kur kisha punuar, një tramë të madhe për veten time, që nuk e lejonja të isha prioriteti im veten time, dhe si të gjithë fëmijët, ashtu edhe ju edhe unë, sepse dhe unë jam në transformim të mëtejshëm dhe ngjitës çdo herë nga një shkallë. Që të ndryshojmë atë versionin e vjetër dhe të shkojmë në një version të ri. Sepse kjo jetë ka ndryshim. Nuk mbaron, puna është ta bësh me lehtësi dhe ta shikosh lojë, të kënaqesh, të shijosh dhe të rosh për veten, jo për të tjerët, është shumë e rëndësishme. Fjala se vlepo në shqip do të thotë të shikoj. Çfarë mesazhe mora unë ndërmjet kësaj? Të shikoj, do të thënë, ishte pasqyra ime, merita tani të shikoj. Dhe kam qarë nga gëzimi kur mora këtë mesazh. Do ta ndaj me ju, siç e shikoni është rruga që unë ec kudo këtu, ke kisha këtu, dhe shikoj në rrugë. Se vlepo. Kushdo që ta shikoj, për shembull, dhe ata që din greqisht e din shumë mirë, ata që nuk din mund ta shkruani në Google dhe shkruaj çfarë do të thotë kjo fjala se vlepo. Dikush e shkrojti. Edhe ju që e shikojni në jetën tuaj këtë mesazh që po merrni. Ku duhet të shikoni veten? Kush tjetër ju shikon? Në të njëjtën kohë, fjala se vlepo të shikoj është dhe fjala nga Zoti, që të shikoj engjëllit kur engjëllit, të shikoj çfarë po bën, të shikoj sa përpjeket, të shikoj që qanë, të shikoj që mërzitesh, të shikoj. Prandaj merre fuqi mbrapsht, puno me veten tënde dhe shiko të gjitha ato mesazhet që ju jepen. Sa herë që kaloj këtu, i them vetes akoma edhe një herë, merita të shikoj, të falenderoj për të gjithë punën që kemi bërë. Pse duhet të jemi mirënjohës me veten tonë? Të themi faleminderit vetes që ke arritur deri këtu. Akoma duhet të flasim vetes me dashuri, kur nuk ka bërë asnjë gjë dhe nuk ka bërë asnjë hap, po rri në rolin e viktimës, nuk mundet, e quan veten dembel. Jo, nuk do t'i thuash vetes, je dembele. Ti je thjesht njeri dhe ke vuajtur aq shumë brenda teje, sa nuk mund të gjesh akoma rrugëzidhjen. S'ka ardhur dita jote, ritmi jot, mos e ver poshtë. Se të gjithë kemi qenë në atë rol, por mund të them që mund t'ja dalësh kudo që je. Jam këtu për ty që je në një vend të vështirë, që ke bërë përpjekje dhe nuk ja ke arritur. Jam këtu për ty që ke parë mësuesë, terapistë, psikologë, psikiatrë, ke marrë dhe hapje. Dhe nuk e parë asnjë ndryshim, por ke qenë në shumë role. Të ndihmoj,
ndërmjet Akademisë të Kodeve të Dritës, transformimit të shpejt 333, metoda e re që kam mbledhur të gjitha këto gjërat, këto metodat, përvojën time që të ndihmoj të arrish të këtu ku jam unë, se më lartë nuk mund të çoja, se kur një diçka që se di nuk mund të ta them, sepse po ta them do i të gënjeshtër. Dhe kështu do bëj karmë me ty në të gënjej, të sjell vërdall. Edhe pasaj më sjell mua vërdall. Kjo është karma. Por do të mësoj si me hapa të lehta, me kujdes të arrish këtu. Je gati, mos e ver poshtë. Kudo që t'jesh, kudo. Ke bërë hapa dhe do të bësh më shumë. Jam këtu për ty të çoj në nivelin tjetër. Je në fillim, s'ke filluar asgjë, mund të ndihmoj. Mund të jap dorën, të tregoj si mund të lidhesh me veten, të shikosh veten, atë fjalën të shikoj, ja? Është kënaqësi që të ndaj përvojën time me njerëzit, të shijoj dhe të bëj atë që dua. Sepse kjo që bëj, ndaj shikoni shumë video, është ajo që desha gjithmonë të ndihmoja njerëzit, por me mënyrën më të mirë. Duke ju folur të vërtetën time. Vetëm e vërteta o njerëz është gjithçka. Ju dua shumë, ju falenderoj, më ndiqni këtu, shpërndajnë këto video në rrjetet sociale se mund të ndihmoni dhe ju një person tjetër dhe në të njëjtën kohë bëuni pjesë e kanalit tim në YouTube Flutra me fat 333. Këto treshat si që shikoni i përdor shumë. Përqaponi do kjo pemë, ndjeni gëzimi, lumturinë këtu, wow. Shkoj dritë në Elberit, s'ka hyrë aty. Akoma dhe një shenjë nga Zoti që jam në armoni dhe çakrat e mia janë në nivel harmonie. Faleminderit o Zot. Provojni thjesht, nuk keni të humbisni gjë, vetë se do fitoni. Diçka nga këto që them, mund t'jetë për ty. Të falenderoj. Nëse do të më shkruash për më tepër dhe do të fillosh të punosh me veten, fillojmë në nesër, ditën e mërkurë, 14 janar, në orën 8 ndërmjet platformës Zoom, marathonion 6 javorse për të arritur prioritetin tënd dhe të fitosh forcën tënde mbrapsh. Unë jam e sigurt për të gjitha rezultatet. Ti do të qëndrosh në vend apo do të bësh diçka ndryshe? Ka programe për të gjithë ju, edhe ju që doni të punoni në shtëpi, ju që doni të punoni në terapi private, për këdo vendimin do ta marrësh ti. Telefoni im është 0030 699 321 4637. Në të njëjtën kohë kam dhe faqe interneti që është në greqisht dhe në shqip, poshtë flamurit grek del flamuri shqip, që ti shikosh metodat e mia, dhe këtë metodën e re nuk e kam bën akoma, dhe nëse të bën klik fjalët e mia, shpirti jot i ndjen, zemra jote i ndjen. Ky surati im, mënyra si flas unë, se nuk mund të pëlqejmë në të tjerë. Nëse s'pëlqejmë, se vras mendjen fare. Nuk mund të jemi të mirë për të tjerë. Prandaj mos rroni më për të tjerët, po për veten. Kur rron për veten, atëre vjen lumturia, harmonia, ajo që kërkon dhe nuk e gjen. Nuk është tek pasuria. Pasuria është energji, parat janë letra, po janë energji. Mund të kesh ato kur t'jesh i lumtur, sepse kur i ke dhe nuk ke qetësi brenda shpirtit tënd, ajo nuk të ka sjell lumturi. Po që të kesh shëndetin që është e para në gjithçka, duhet të jesh ti mirë. Dhe këtë mund ta them prap nga përvoja ime. Ju dua shumë, ju përshëndes, shikoni dhe vendosni për veten tuaj. Unë jam këtu për ata që janë gati, në ritmin tuaj, në kohën tuaj. Ju dua shumë.